A keni pasur komunikim për të kuptuar pak nga vizioni i tij për Tiranën? Pra, ju po mbështesni personazhin, atë që Florian Bina i përfaqëson. Po vizionin e tij e keni parë, jo ka parashtruar me pika të thjeshta, le të themi, 1 2 3 çfarë mendon? Që t'jemi 100% sinqert. Se s'po them programin. Floriani ka shpallur kandidaturën para 3 ditësh. Pra në 11 natës shtunën. Sot jemi mërkur. E dyta, flasim për një mbetje mandati, që është një vit e ca e mbetur. Kështu që unë nuk besoj që këtu do jetë debat i madh midis programeve dhe vizioneve. Po 2-3 pika qendrore do t'i ketë besoj për të fituar. Po flas këtë që është e vërteta elefanti në dhomë, që të mos bëjmë sikur, po flasim me sikur. E dyta, në aq sa unë kam diskutuar me Florian, i kam thënë që si këshilltar bashkiak, ne kemi disa çështje me cilat kemi garuar në zgjedhje dhe që i kemi shumë të rëndësishme, siç është ushqimi në shkolla. Është një betejë e vazhdueshme, është nisma vendore që unë kam çuar dhe ai ka qenë mbështetës. E dyta, ka pas diskutim për çështjen e transportit publik, që ne kemi propozuar një skemë për ta riformatuar gjithë transportin publik, për ta nxjerrë nga fitimi i disa privatëve që kanë kriju këtë oligarkinë e transportit në Tiranë, edhe për ta kthyer në një skemë tjetër publike siç e kanë vendet më zhvilluara të Bashkimit Evropian. Por këtë ka qenë çështje pak më e komplikuar, për cilën ai besoj do ta parashtrojë në programin e vet. Po kemi pasur një diskutim për këto që janë prioritetet tona. Interesante për ta kuptuar, do të them, ku rren me pikat e programit. Por çka kam kuptuar unë është ende herët që ai të ketë të parashtrojë programin e vet. Ama unë ja kam parashtruar që këto janë çështje për cilat për ne janë shumë të rëndësishme, sepse me këto çështje kemi kërkuar votën në 2023.